Një ngjarje e rëndë është raportuar sot nga policia e Kosovës, ku një fëmijë 5 vjeçar nga Lipjani është sjellë në emergjencën qendrore të QKUK-s, i referuar nga QKMF në Lipjan për shkak të plagëve të rënda, ndërsa prindrit e tij janë arrestuar për shkak të shkeljes së detyrimeve familjare. Në lidhje me këtë, zëdhënësja e prokurorisë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka thënë se 2 të dyshuarit janë ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh. Sipas saj, prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Lidhur me pyetjen tuaj, ju njoftojmë se me akt vendim të prokurorit të shtetit janë ndaluar 2 persona në kozgjatje prej 48 orë për shkak të dyshimit të bazuar për veprat penale, shkelja e detyrimeve familjare, sipas nenit 244 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe veprës penale lëndimi rënd trupor, sipas nenit 186 të KPRK-s. Në këtë drejtim, prokurori i rastit është duke i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me këtë rast, ndërkohë prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtrojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit nuk mund të ofrojmë detaje lidhur me këtë, sepse mund të dëmtohet integriteti i hetimeve dhe mbarvajtja e hetimeve, ka thënë Shala për Telegrafin. Ndërkat zëdhënësja e QKUK-s Mirlinda Shala konfirmoi se një fëmijë 5 vjeçar nga Lipjani është sjellë në emergjencën qendrore të QKUK-s për shkak të plagëve të rënda në të 2 shputat e këmbëve, të shoqëruara me ndryshime të theksuara gangrenoze. Sipas saj, në momentin e pranimit, fëmia ishte në gjendje të rënduar shëndetësore, me shenja të hipotrofisë, me dyshim për kequshqyerje dhe me vështirësi në komunikim. Tutja ajo tha se me njëherë pas pranimit në emergjencën qendrore janë realizuar konsultat nga kirurgu plastik dhe pediatri, të cilët kanë rekomanduar hospitalizimin urgjent në klinikën e pediatrisë, repartin e kujdesit intenziv pediatrik për trajtim dhe monitorim të mëtejim.